Një pjesë të ditës e kaloj në parqe e pjesën tjetër në smartphone. Ditën e sotme shumica e fëmijëve përpara se të mësojnë gjuhën amtare e mësojnë anglishten. E kjo po ndodh për shkak të videolojrave dhe YouTube-it që i ndjekin nga telefonat. Hello, I am Galena Zlateski. I am old 7.5 years. I am born in Skopje and I live in Centar. I communicate in Macedonian. My name is Mia. How old are you? 6. Гледаш YouTube? Да. На телефон седиш? Да. И оттаму го учиш јазикот? Да. Јас сум Minecraft. Minecraft? И ја понекогаш Minecraft. Добро. YouTube гледате? Да. Да, ја. На англиски или на македонски? На англиски. E prindërit të shqetësuar thonë se druajnë se fëmijët mund të harrojnë gjuhën amtare nga që vazhdimisht vërejnë se si fëmijët e tyre përdorin fraza të ndryshme ose komunikojnë në anglisht. Во ова време мислам дека сите деца веќе рано се запознаваат со англискиот јазик, некако како втори јазик на сите им доаѓа. Можеби премногу се посветува на тој јазик, бидејќи се што имаат од апликации, од практично користење на телефон се со англиски, со англиска подршка и некогаш дури прв јазик што го учат е англискиот, а не македонскиот, за жал. Загрижува тоа некојаш како родител? Загрижува и тоа многу, затоа што овие генерации се поинакви од претходните, многу повеќе се едуцираат преку екраните и на некој начин англискиот навистина е можеби најзастапен. Јас сум прво мајчиниот јазик да го научат убаво, а децата брзо ги впиваат странските јазици, после многу лесно се учи и англиски и друг јазик. Дури возрастни има многу што зборуваат веќе на странски јазик, најчесто англиски, а не знаат писмено да се изразат. Значи, тоа е катастрофално според мене. Пред се секогаш треба да е мајчиниот јазик, а тоа се си доаѓа во свое време. Не треба за ништо да брзаме од рани години, нели од 3, од 4 години да ги форсираме да учат јазик. Има време, секој се научи. Psikologja Sabrie Tefiki thot se telefonat kanë bërë që të humbet ekuilibri në mes të gjuhës amtare dhe të huaj e shpesh ekspozimin ndaj platformave të ndryshme online çojnë fëmijë që të përdorin shprehje të papërshtatshme, të emitojnë theksin, fjalorin, mënyra të shprehjes që mund të mos jenë të përshtatshme me moshën dhe kontekstin kulturor të fëmijëve tanë. Dëmton gjithashtu edhe pasurinë dhe saktësinë e gjuhës amtare të tyre. Mund të ndodhë vonesë në gjuhën e folur, nëse kanë në mënyrë të vazhdueshme janë të ekspozuar ndaj ekranit edhe qëndrojnë pa interakcion ose pasiv në këtë rast, kjo ndihmon që të zhvillimi gjuhësor i tyre në gjuhën amtare të ketë vonesë nga ajo që supozohet që duhet të jetë normale ose ajo që dihet më vetëm se si kufi normal të zhvillimit gjuhësor. Tjetër një aspekt negativ mund të jetë edhe përqendrimi i dobët në gjuhën e shkruar, përdorimi i shprehjeve të papërshtatshme. Ndërsa të rinjt mes vete po komunikojnë gjuhë të huaj, dy gjuhët zyrtare të shtetit, maqedonishtja dhe shqipja, po përballen me sfida për mosnjohje. Në 80 vjetorin e gjuhës maqedonase, presidentja Gordana Siljanupska-Davkova tha se ende ka shenja të nacionalizmave ballkanik, të cilët sipas saj nuk janë pajtuar me realitetin e identitetit maqedonas. E nga ana tjetër, në gjykatën kushtetuese po kontestohet ligji për gjuhën shqipe.